Shumë veton. Jam me unifikuesi për momentin, nuk kam ditë kush e maskan, kështu se I plotësoj kushtet. Okej, të falenderoj shumë, veton ishte një sqarim I domosdoshëm. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Që bashkë me Vedon Berishën, jemi në pjesën e fundit para se t'i balim pyetjet e publikut e ka Halili e ka ngritur dorën ja 50 herë sot. Ju se keni parë, por unë e kam parë. Që një 50 minutë. Po, edhe ja kemi bërë pak si me hile Halili, ta? Ja, du s'ka hile për një me... Pa zhurë shme në këtë emision. Po, është rekord? Zakonisht Halili është ma gjak nëzet në artikulim. Jo, nuk ka hile as gjak nëzetësi, do mon unë e flasht madhe, e pranoj, po problemi që edhe Mefi so ka malen keqis. Po, çështja cilën unë po du me diskutu është fakti që Albulena Haxhiu, po, që është një I rëndësishëm I lëvizjes, vetëvendosje, po që është femën shumë e votume, me votume janë ndoshta. Dhe këtu se kemi në asnjë problem. Na problemin e kemi tek fakti që unë mendoj, ju keni me votu 100 herë. Keni me qitë njëjtin person. Sepse Zoti Kuti nuk është interesu me I dhonë vendin këtë fazë institucione demokratike të sistemit, sepse ai për vetë jo mirë, juve ja u mohon mandatin, me ushtu mandatin për cilin jeni votu, sepse vetë për I thot vetit kryeministër, po shkon me 6 truproja e 7, e me gjipa zi, cilë diku I ka mohu, e me krejt benefitet e shtetit, kurse ju e humbi mandatin, si ju garantoj që zgjidhni mo. Ta është bon mi ferë. Kjo bindja jame. Haxhiu është mjet, nduhet e Albin Kurti, I cili nuk qëllimin e ka mos me zgjedh kryetarin e kuvendit, mos me I dhonë vendit institucione, s'paku jo deri në shtator ose në tetor me shku në 2 palë zgjedhje për bashkëta e në kohë me bë marrëveshje politike edhe për presidentin. Ose madje mundet me shty edhe drejt mas, si dihet. Sepse intenca e tij ajo që ka për I tregon publikut është që s'është interesuar për institucione, pajtona me ato që e tha Fidoni ma herët, as opozita. Ish opozita, se po na bojnë vërejt e që për I thëmë opozitë, se halos dijen pozicionet, kush o opozit, kush në pushtet, nuk jonë t'interesuar po ashtu, sepse u tha dhe këtu, me qenë t'interesuar, e këshin kalu komisionin e verifikimit, shpejt, e këshin kalu kryetarin e kuvendit shpejt, e tjera. Por, ju po mundoni me kriju si lëvizje një narrativ të populli I Kosovës që dikush ju ka bashkë. Në një, që u kanë dhonë 500.000 vota, në 2, që ata detyrimisht duhet me ju votu, në 3, ju po harroni që ju se keni votu kur asnjë njeri të opozitës, tish opozitës, madje 2014 ju se keni votu Kadri Veseli kryetar të kuvendit, prandaj çmuni me kërku ju sot si don shpërblim pa marrëveshje politike, sepse nuk ju ka bash kërkush, ju jeni fituesi, ju detyroheni në koalicione, detyroheni në marrëveshje politike, detyroheni në negocim. Nuk ka politik pa kompromis dhe pa negocim. Ju po doni krejt ose hiç. Prandaj institucione s'keni me pas, që bindja jame, opozita madje ish opozita, nëse mbetet prap opozit, nuk e ka detyrim as mja u votu marrëveshjen ndërkombëtare, nuk e ka. Tash e tha Beja që plani rritjes kërkon qeveri shpejt, sepse janë aty një 300-400 milion. Edhe ambasadori britanik, sot Jonathan Harvey. Cilat Kosova mundet me I humbë, e na nuk kemi të menu fare për Kosovë, ne kemi vendin sankcione, ne kemi punë të lëmë me Amerikë, e kemi problemin Këshilli I Evropës u harru krejtësisht, do më thonë ka piuja ajo punë, e kemi 100.000 probleme, më fali vetë a kryqto. Por, ajo që ka është për sot me diskutu, do më thonë është që ju nuk për japni votushit, ju në rëndë parë, që 400.000 njerëz ju kanë votu, institucionet për cilët ata kanë dalë edhe ja u kanë dhënë besimin. E vërtet është që ata kanë dalë, na kanë dhënë besimin, por gjatë rrugës besimi është devijuar nga Lidha Demokratike e Kosovës, duke dalë haptas dhe duke I vjedh vota. Keni pak qepni me po shnuk në dëkën, edhe këto e dim. Po le jam tash, ma le në argumentin tim tash. Gjithçysh. Unë nuk e kam thonë, po e kanë thonë vetë zyrtarët më të lartë LDK-s, që ka pas inxhiniering dhe vjedhjet votav. Na jemi nis në këtë emision pa fillimin, pra pa fol për çështjen e si ka vojtur
procesi i